Një shprehje e rëndësishme për jetën tonë, për të ardhmen tonë, është edhe shprehja e njohur tek dietarët islam, Jalisu el-kubara, uluni me të vjetrit. Sailu el-ulama, pyetni të diturit, hoxhallarët, dietarët. Wa khalitu el-hukama, dhe përzihuni me njerëzit e urtë. Shprehje të cilën duhet ta vendosim në zemrën dhe mendjen tonë. Uluni me të vjetrit, sepse ata e kanë përvojën e mjaftueshme jetësore për t'i paraqitur zgjidhjet e problemeve të cilat mund t'i kesh në jetën e kësaj bote, sepse ata para teje u ballafaquan me probleme dhe me goditje në jetën e tyre. Andaj më së miri din që të këshillojnë dhe din që të zgjidhin problemet e tua. Pyetni dietarët, sepse ata janë baza kryesore e diturisë. Ata janë baza më e sigurt e marrjes së njohurive për temat dhe për shkencat e caktuara, qoftë në aspektin fetar, por qoftë edhe në aspektet e tjera shkencore. Dhe përzihuni me të urtit, sepse të urtit, për dallim nga dy kategoritë e para, bashkuan mes diturisë dhe përvojës. Andaj urtësinë në fjalë dhe në marrjen e vendimeve e sjellin dy komponente të rëndësishme, dituria dhe përvoja, andaj përzihuni me të urtit.